në skush të shme sërish në mbrojtje, duke se në portieri ka me pa bërë. Të më drejten, në atë pozicion kam lujta 2-3 neshë tjera, unë mundohem me dhënë maksimumin aty ku më kërkan trajneri. Nuk është një pozicion i ri për mu, por është edhe një përgjegjësi e madhe për mu, duke pa edhe fjalët që fliten. Janë disa njerëz që ndoshta kanë qejf me dalë nëpër gazeta duke përdorur emrin e vllaznisë. Thjesht te ne grupi me eksperiencë nuk nikojnë hiç, po kena disa djemtri që mund të nikohen, por gjithsesi janë gjëra kalimtare dhe gjëra të vogla për ne, nuk na bëjnë përshtypje. Shikoni mund fin për pikë për ballë kampion dhe pretendent për trofe përsi. Normal që i mundësit i kena, duke pa dhe mungesat që janë, këto djemë që i futen lojt duhet japin maksimumin, që ti tregojnë trajnerit se janë gati edhe janë afër formacionit, pasi formationi nuk është i sigurt për asnjërin. Të japin maksimumin edhe të tregojnë njerëzve që janë gati për lojë dhe për çdo ndeshje. Një fazë të tretë do të jetë njëra pas tjetrës betejë edhe me rivalet të direkt. Si parashikoni luftën? Edhe pas këtë lutë. Të më drejtën kampionati nuk është shumë i lehtë, është shumë i vështirë. Njerëzit mendojnë që Vllaznia ka pështu, por po sfitove ndeshjet nuk pështon. Duhet mi marrë ndeshjet me rrallë, duhet kena kujdes, pasi me 2 hupje më shkojmë në fund. Por Vllaznia ka ekipin e mirë dhe ka shpresa për me bërë një kampionat mirë. Po gjithsesi duhet kena kujdes edhe mos merrem me fjalë, se po flitet shumë fjalë, po asnjë gjë nuk është e vërtetë.